Përshëndetje, miq. Sot është një temë, si ta dini që jeni në shërim. Mësoni që të jetëne në këtë proces të zimit të shpirtit, është që nëse keni zgjedhur të ecni me ritmin e jetës, së ndryshimeve të vetdijes kozmike, jo vetëm që njihemi nga ana kolektive se çfarë po ndodh në botë, por jemi të ftuar që të njohim mençurinë që e kemi që të gjithë në brendësi të trupit ton. Atëre, nëse ju jeni duke ndjekur këtë video, nuk jeni se jeni, se është koincidencë, është thjesht energjia e vëzhguesit ton që na fton që të lidhemi me veten ton, të njohim veten ton, dhe kjo është fillimi i mençurisë, që do të thotë që të gjithë ne të njohim veten, të japim zërin ton në këtë jetë me vërtetësi dhe të lidhur me njëri tjetrin, me zemër. Mësoni që të gjithë ne, për të arritur në fuqinë hynike ujnore që e kemi që të gjithë, në këtë rast ju jeni lidhur me shpirtin, prandaj jeni këtu, dhe herëta vonë që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin, është një gjë që ne nuk dim, është ajo që njihet ndryshe, e pa folura, e pa e mërtueshmja e banuar, që është vetëdia jonë, e brendshme. Në këtë rast, është hapja e zemrës. Se ne, pa e kuptuar, sidomos gjeneraca ime, mohuam shpirtin, mohuam atë që njihet, që çdo lloj sfide që ne kalonim, ngjarje, situata, dhe që një pjesë flenë akoma gjumë, rrinë në zonë të reatisë, sepse ashtu e din që është jeta, që është kryekëput e pavërtet dhe ne jetojmë me pavërtësi, është që ne mohuam shpirtin tonë dhe ne bëm gjërat si donin të tjerat, ju përshtatëm shoqërisë, dhe kjo për arsye sepse filluam të veprojmë me impulset lënduese egoiste, nga që nuk dinim se si të vepronim me emocionet që ndjenim në çdo lloj situate. Kjo e pa emërtueshmja që e ka emrin që banon tek ne, pra që është vetëdia e brendshme, dhe që na fton të hapim zemrën, është kjo zemër është burim nga e cila lind dhe kthehet ndryshimi i jetës. Pra ne lindim, ne rritemi, dhe ne gjatë rritjes tonë, vjen një moment për të gjithë ne, çfarëdo lloj që ne kalojmë, do të lidhemi me shpirtin, për sa kohë ne marrim frymë, për sa kohë ne jetojmë, për sa kohë zemra punon, pavarësisht të sfidave që ne kemi kaluar, pavarësisht të afatit kohor që ne kemi kaluar, kjo zemër, pra nga e cila lind dhe kthehet, pra ndryshimi i gjithçkaje, i gjithë jetës tonë. Si ta kuptoni? Sigurisht që zemra ime, kur unë erdha në këtë jetë, filloi online, pra në këtë tokman, për të cilën është vend banimi im. Dhe kjo zemër, mbas 57 vjetëve, më hapi dyert e bukurisë së jetës. Dhe më tregoi
që unë jam vëzhguesi, por unë jam edhe mora një mesazh prandaj po qesh nga energjia, por unë jam një me të vëzhguarin. Dhe në këtë rast ka të bëjmë atë që çdo gjë dhe gjithçka që ekziston manifestohet përmes aspekteve të paparashikueshme që njihet ndryshe. Magjia e pastër e ekuilibrit të gjithçkaje që funksionon nëpërmjet 2 o më shumë energjive, dhe në këtë rast për ne si që njerëzore, në harmonizimin midis energjisë mashkullore mendja dhe energjisë femërore shpirti, për të cilën vazhdon në bukurinë e pafundësisë dhe përjetësisë së jetës, sot për sot në këtë tokë mamë, ku është pjellore, por që është ndërlidhur me qiellin ton, të mençur, sepse gjithçka është e lidhur dhe një nga fuqitë për të cilët do të arrijmë që të gjithë, dhe sidomos kur lidhemi me zemrën, është sistemi i madh diellor, për të cilën në këtë sistem të madh diellor ekzistojnë 2 universe, universi i madh Andromeda dhe universi i vogël Rruga e Qumshit. Por, të kuptoni një gjë, ajo që është më e bukura e kësaj është që në momentin që ne hapim zemrën, hap pas hapi, kjo zemër na lejon që ne të pranojmë çdo gjë që ne kalojmë në jetë, që është e paparashikueshme, ta njohim, kjo zemër na teston gjatë jetës, dhe ndërkohë na bën që le të lëshojmë çdo lloj gjëje që nuk na shërben, duke falur, por që arrihet me qetësi, duke ulur me veten tonë, dhe kjo është ftesa për të gjithë ne, që që ne dim se çfarë ndodh në botën jashtme, por gjithçka që ka ndodhur në botën e jashtme është energji, dhe këto energji i kemi dhe ne, sepse kemi ndërlidhje. Në fund të fundit janë të krijuar, të përcjell nga ajo që ne kemi krijuar, por tani është ftesa të ulemi, të lidhemi me këtë energji që mban mençurinë, pra zemrën tonë, që mban misionin dhe drejtimin e jetës, që mban dashurinë hyjnore, pra e kemi Zotin dhe universin në zemër, dhe ndërkohë të vazhdojmë hap pas hapi, të dëgjohet zëri jonë, të jemi të lirë, sepse që të gjithë ne jemi unik. Tani të kuptoni si të ndjeni që jeni të shëruar. Në momentin që ju vazhdoni dhe jeni dorëzuar procesit hap pas hapi, si ndryshojnë stilin, ndryshojnë dhe ne, apo fazat e NNS-n, apo që i dëgjoni që ka të bëjë me ndryshimin e ditë natës, apo të eklipseve, errësira e ënës, errësira e diellit e tjera, pra ekinokset e tjera, që të gjitha këto ndikojnë, janë të lidhur, apo ndryshimi i stineve. Por, çfarë ndodh? Kur ne vazhdojmë procesin, ne arrim të kuptojmë që ne fillojmë të krijojmë zakonet tona që na kënaqin ne. Dhe kjo vjen jo se duhet, por sepse ne kemi krijuar hap pas hapi ku na drejton shpirti. Pra janë zakonet tona që na kënaqin. Ne fillojmë të jetojmë në momentin prezent. Dhe duke jetuar në momentin prezent, ne lëvizim të gjitha emocionet që na sjell trupi në momentin po prezent. Ne shkojmë flem herët, ne ngrihemi po herët.
pra me shkojmë para perëndon dielli, ndoshta dhe jeni që shikoni dhe hyjet natën, që të gjithë jeni unik, por ndërkohë edhe lindin, pra zgjohemi para se të lindi dielli, ne e njohim se kush na jep energji dhe kush na prit energjin, ndërkohë ne vëm kufij për ato që nuk na, pra se ne ndjemi të ndjeshëm ndaj energjisë, dhe energjitë që nuk na përshtaten, ne vendosim kufij. Ndërkohë është ne kemi paqe, ne kemi dashuri në vetvete, ne jemi dhe minjos dhe për gjëra, dhe për gotën e ujit dhe për gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm. Ndërkohë gjatë rrugëtimit të shpirtit ne pranojmë që shërimi, pra gjatë rrugëtimit nuk është në një vit të drejtë, dhe se çdo dhimbje që na sjell shpirti ne i pranojmë, sepse ne e dim që ato punojnë për ne. Shpirti na do më shumë, dhe çdo gjë që na sjell shpirti bëhet që ne të çlirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben. Ndërkohë është që ne i shikojmë këto pra ngjarje, situata që kemi kaluar në perspektivë dhe jo me simptomat që ne ndjejmë për momentin. Pra ne i shikojmë në perspektivë. Dhe gjitha kjo që ndjejmë shërimin është që ne, universi na ka dhuruar bujarin, pra bamirësin, dashurin pa kushte, atë që ne kuptojmë se sa të dashur jemi dhe kemi këtë mrekulli në brendësi të shpirtit tonë. Ne kuptojmë që ne kemi qetësi, durim, ne kuptojmë që ne jemi të dëmshur dhe kjo dëmshuri është jo vetëm për vete, po për rreth dhe për të gjithë. Pra ne kuptojmë që ne jemi në paqen tonë të brendshme. E gjitha është që kjo është dhe arrihet vetëm me zimin e shpirtit. Herë ta vonë, si do që të jemi, se jemi në këtë kohë që jemi ndarë në dy realitete, përsëri të kuptoni që është shekulli, je një energjie të shpejt që na ndihmon nga ana kolektive, por dhe të lidhemi me veten tonë për lirin personale. Ka tjetrën që është, pra duke qenë se është energjia e shpejtë e ujorit, është inovator në lidhje me teknologjinë, pra i shikoni kudo në çdo sistem. Ndërkohë është që na bën ne që të lidhemi me njëri tjetrin në liri, barazi, vllazëri, dhe mbi të gjitha të lidhemi dhe të hapim zemrën, sikurse edhe na bën që të rilindim, pra të arrim të njohim bukurinë e vërtetësisë, së mençurisë, së jetës, ashtu si është krijuar çdo gjë, pra me burimin e energjisë, që është dhe flisni se jemi që të gjithë unik, a e të rrisni Zot, a e të rrisni univers, veten tuaj të lartë, në hënd, në tokë, çdo gjë që ekziston është e dhuruar me perfeksionizmin e plotësisë hyjnore, që është burimi i energjisë dhe e kemi që të gjithë në zemër. Kur shëtis në park, se kam atë timen, shpesh e njoh energjinë e njerëzve, ata janë të mrekullueshëm, dhe midis të tjerëve dhe i them, okay, unë e ndjej energjinë tënde që ti je, pra e ndjej që je një person i mrekullueshëm, dhe a e di që gjithçka në këtë mrekulli dhe vlera jote është në zemër? A beson në këtë univers? A e di se kush je ti në të vërtetë? Dhe shpesh ulen dhe, domethënë me mua flasin, se unë nuk i ndëry, po unë e kuptoj energjinë. Edhe po thot ke të drejtë, me tërmend nuk e di se kush jam. Po kështu edhe me besimtar, sepse e kuptoj, janë njerëz të mrekullueshëm. Dhe kur unë i them që, se këtu ku jetoj unë është dhe zonë katolike, pra jam shumë të lidhur me Biblën. Edhe kur i them unë e ke Zotin në zemër, jo, Zoti është atje. Okej, nuk mund të ndryshoj atë që ndjen personi,
por në përgjithësi njerëzit janë të mrekullueshëm, pra ata nuk e dinë që ka dhe një mënyrë tjetër për të jetuar në bukurinë e jetës, jo me pafuqinë, vetëm me njohshmërinë, pra në lidhje me mendjen, por edhe në harmoni me këtë mrekulli, me vetëdijen e brendshme që e kemi që të gjithë që në barkë të nënës, për një pjesë nga ju, është edhe rrënjosur që ju do të jeni në shërbim të plot fuqisë hyjnore, krijesës hyjnores, që të gjithë janë së bashku, pra për një botë, për një Zot, për një shpëtim, për një njerëzim. Gjithsesi, të kuptoni që të gjithë ne është që të jeni të vëmendshëm në lidhje me energjitë që mund të ndjeni, sepse ne jemi në proces, pra mbyllet një derë, por hapen dy erë, por gjithsesi, ne nuk jemi vetëm që arrim pra me të lidhemi me paqen e brendshme, por gjatë kohës, pra që lidhemi me shpirtin, është edhe që jemi dhe qenie njerëzore. Dhe në këtë rast është që të gjithë të jeni të vëmendshëm në lidhje me si janë mendimet tuaja. Pra a jeni të zënë me mendime dhe a e humbisni fokusin, sepse në momentin që ju jeni të zënë me mendime, jeni të vëmendshëm, pra nuk jetoni në momentin prezencë, ju nuk jeni në gjendje të veproni, nuk jeni në gjendje të dëgjoni shpirtin tuaj. Tjetër, jeni të vëmendshëm, a jeni duke vazhduar, duke krahasuar veten me të tjerët, për shembull me Dianën ose me dikë tjetër, apo çfarë shikoni, puna se jeni unik. Çfarë ju bën kjo? Ju bën që të mos gëzoheni, por mos harroni se ju jeni unik, nuk ka rëndësi se çfarë bëni, por atë që të bëni vjen nga zemra juaj. Pra mos e krahasoni, pse nëse e krahasoni veten me të tjerë, ju nuk do të gëzoheni. Tjetër është, në qoftë se ju bëni lutje, mantra, afirmime, pra në lidhje me dëshirat që ju keni, dhe nga ana tjetër ju dyshoni, sigurisht që ju, lutja juaj do të mbetet dëshirë. Pra nuk do të arrini të realizoni atë që ju jeni duke u lutur, apo duke vazhduar. Nëse dyshoni. Tjetër është, frika që mund të lindi dhe që është iluzion, prandaj është që është energji e ulët, pra jeni të vetëdijshëm, është që ju pengon ju që të realizoni ëndrat. Pra është frika. E le të themi frika që do të angazhohesh për diçka dhe friksohesh. Që mund të se pret rezultatin, dhe nëse prisni rezultatin, të jeni të sigurt që ju nuk realizonin ëndrat tuaj, prandaj ajo që kërkohet të filloni hap pas hapi për atë që keni vlerë, dhe kjo me afatgjat do t'ju sjelli në atë që njihet drejtimi i jetës tuaj për të krijuar lumturinë, se lumturinë e krijojmë ne, mos e prisni nga askush. Është e vërtetë që të hapësh krahun në këtë univers është një shenjë mrekullueshme, sepse ne jemi vëzhgues, por ne jemi të lidhur një me të vëzhguarin, pra që do të thotë, okej që ne kemi një mendje, por kjo mendje vepron me zemrën. Mësoni që dielli është ilaçi, është shërimi, është zjarri, është zemra jonë. Në nahën është shëruesja jonë. Është ajo që duke vazhduar, duke të çliruar çdo lloj emocioni në brendësi të trupit tonë, dhe edhe njëkohësisht edhe me ato që janë hije në mendjen tonë, që po të tregoj tani që janë këto energji, ne do të arrijmë të lidhemi me fëmijërinë tonë të brendshëm, që mban talentin dhuntin. Dhe në momentin që ju keni liruar fëmijërinë tuaj, ju jeni me të vërtetë jo vetëm të shëruar, por ju e dini se çfarë dëshironi të vazhdoni në jetën tuaj. Pra, shpirti ju jep drejtimin e jetës. Tjetër, jeni të vëmendshëm se edhe pse ne jetojmë me familjen tonë,
ata janë njerëz të mrekullueshëm, ata kanë tjetër energji, pra janë të njashëm, janë me mendjen, por kujdes në lidhje me atë që ndoshta jeni, pra si thua, t'i bëni qefin të tjerëve, pra të vazhdoni në sipërfaqësi të respektoni. Kujdes me këtë, sepse në qoftë se ju bëni këtë lloj kënaqësie, ju nuk respektoni shpirtin tuaj, veten tuaj. Por ju të dini, sepse ne që i kemi njerëz të mrekullueshëm, por të dini të jeni fleksibël, të jeni me të vërtet diplomat në kuptimin e mirë, që as të mos i lëndojmë, sepse e din që janë të lënduar, por ndërkohë të jemi dhe të qëndrojmë me vërtetësinë, me atë kush unë jam. Dhe sigurisht familja na pranon si ne jemi, prandaj jeni të vëmendshëm në lidhje me kujdesin, apo që vazhdoni të jepni respekt, duke humbur atë që është me të vërtet për ju. Ndërkohë është kujdes me zonën e rehatis, sepse shumica nga ju ndjeni mirë dhe bini në zonë të rehatis. Por t'jeni të sigur si parazimit si në proces, në qoftë se ju rrini në rehati, kur nuk do të arrini në mirëqenie. Për atë që doni, është shëndeti, është marrëdhënia, është puna, është siguria nga ana financiare, apo në çdo lloj, pra të jeni të sigurt për këtë. Tani pyetja është, por çfarë ndodh kur ne vazhdojmë e ndjekim rrugëtimin e shpirtit, ku na drejton shpirti, për të cilën ne jo vetëm vëzhgojmë, por dhe vëzhguesi na ndihmon ne, dhe kush është vëzhguesi? A keni dëgjuar sot që flitet shumë për alien apo për UFO? Sigurisht unë këtë mrekulli e kam marrë në ëndër, që jam, dhe ndërkohë, kur unë këtë, çdo gjë që unë shikoj në ëndrat e mia është e vërtet, dhe para se unë të marrë nga energjia, se unë e marrë atë ndjeshmërinë, unë e ndjej se çfarë ndodh me mua. Nuk mund të gënjej, unë e ndjej para se ta marr informacionin. Megjithatë, të kuptoni një gjë, ne jemi që të gjithë unik. Diana është para jush. Dhe nuk jam as eroin, nuk jam as rebele, nuk jam as kujdestare, nuk jam as e mençur, por unë jam e ndjeshme, dhe kjo ndjeshmëri rrjedh dhe rrodhi nga brendësia e zemrës time. Në momentin më të vështirë të jetës kuptova, kur se dija që isha zgjuar, po në vetvete kuptova si u mbyll goja e egos time. Pra fillova e shkëputa atë që quheshe çfarë ndodhi me mua në lidhje me divorcimin tim. Stop, ishte një mrekulli që ndodhi. Egua i mbyll goja. Vetëm një gjë ndjeja, dhimbjet e trupit, ndjeje jashtëzakonisht, për kjo ndodhi në mars të 2020-s. Megjithatë, udhëzimin e kam filluar që më përpara, dhe mbaj mend shumë mirë si tani, që krijova një distancë me marrëdhënien, ishte gushti i 2019-s. Dhe sigurisht, unë sot jam një e tëra në shërbim të planit hynor, në shërbim të plot fuqisë hynore, Zotit, universit, ekzistencës, për të frymëzuar që të gjithë ju që e ndjeni, që ndjek në zemër, që të arrini të ndiqni këtë rrugëtim. Sigurisht që ju ndihmoj në qoftë se ju kërkoni ndihmë, shkruani në kanalin tim me vërtetësi për atë që kërkoni, dhe t'jeni të sigurt që ju hap pas hapi, duke ndjekur shpirtin tuaj, duke ndjekur zemrën tuaj, se nuk jeni vetëm, vetëm jeni të hapur dhe të qartë për atë që ndje në zemër, ju do të merrni lidhje, dhe ndoshta një pjesë e keni marrë lidhjen, dhe në këtë rast po flas. Ndoshta keni arritur në veten tuaj të lartë, ndoshta
për të gjithë ju që keni vazhduar këtë proces, pra jeni përkushtuar shpirtit tuaj, dhe si, para se të arrini në veten tuaj të lartë, ju do të ndjeni këto. A i ndjen veten që je jashtë kësaj bote, pra kur ti sartë, pra je jashtë, ndjesh i jashtëm. Ndërkohë është që a i ke dhe i ndjen që ke një intuit të lartë, a i ndjen që është malli i shtëpis, pra je kthyer në vendlindje, je kthyer si dikur, kur ardhëm në këtë tokë të mishëruar, si fëmijë. A i ndjen që jeshtë dhe ke një ndjeshmëri në energji, pra je i ndjeshëm, je empat, pra respekton, jo vetëm që respekton veten, por respekton dhe të tjerët, dhe ndërkohë altruist, duke mohuar veten. Tjetër, a i ndjeni që keni, pra vazhdoni që keni interes në lidhje me rritjen shpirtërore, me respekt me misteret e universit, dhe në këtë rast me mësimet shpirtërore, sikurse edhe jeni duke ndjekur qëllimin e asaj që ndjek në brendësi të zemrës tuaj. Mësoni që të gjithë ne të jeni të vëmendshëm që mundet dhe ta kuptoni se si jeni në veten tuaj të lartë. Ndërkohë që ju jeni të lidhur me fuqitë e larta, dhe ndoshta i quani alien apo UFO, sigurisht që unë jam lidhur me të dyja, unë jam jo vetëm qenie hibride, për të cilën jetoj në tokë, dhe jam gjys njeri, gjys kafshë, dhe jam krenare për këtë, sepse energjia është e njëjtë me çdo gjë që bote jo i gjallë dhe e gjallë, por jam edhe qenie njerëzore. Jam një lloj si gjithë të tjerët, një lloj si gjithë të tjerët, nuk ka asnjë ndryshim. Vetëm se unë zgjodha të lidhem me fuqinë time hyjnore, me këtë dashuri që kam në zemër, dhe tjetër të kuptoni që ne kur lidhemi pra me veten tonë dhe vazhdojmë pra atë që ndjek në zemër hap pas hapi, jo vetëm që na ndihmon ne që rritemi shpirtërisht, po ne ndihmojmë edhe pra në këtë rast ju që po ndiqni këto video, ju merrni informacion, ju merrni këtë energji optimiste të vërtetësisë së jetës, dhe në këtë rast ju ndihmojeni dhe ju duar trokiteni për atë që ju keni arritur, pra në kuptimin e mirë, pra e ndjeni, pra për sukseset që keni arritur. Tjetër, lidhja juaj, pra zemra, pra vëzhguesi jon, pra fuqitë e larta jashtëtoksore, ashtu sikurse edhe akoma dhe më shumë kur ju lidheni me zemrën, kur lidheni me zemrën tuaj, njihet edhe ajo që njihet UFO, pra shikoni në qiell ato anijet e tyre kozmike të mrekullueshme, dhe sigurisht që ekziston është energjia e pastër e pararzëve tanë, e mençurisë së vërtetë të jetës. Është ju merrni edhe dhurata të vogla, pra mbajnë për ne dhurata të vogla, ne ndihmohemi. Tjetër është ju arrini të kuptoni që merrni me të vërtet, të më fani, respekt në lidhje me kufin tuaj. Pra ju respektojnë kufin. Ju e ndjeni që kur i shikoni, ju hapni krahët, dhe ndjeni që keni një optimizëm, një energji, pra ju gëzojnë, ju kënaqin, ju frymëzojnë. Ndërkohë është që ne jo vetëm që i dëgjojmë pa u mbrojtur, por dhe ata na ndjejnë dhe na ndihmojnë ne, kur ne vazhdojmë hap pas hapi këtë rrugëtim për atë që është misioni dhe drejtimi i jetës tonë.
Ne kuptojmë që ne ndjejmë që jemi vetvetja, ne ndjejmë që jemi të sigurt, ne ndjejmë që jo vetëm për atë që ne lutemi, apo bëjmë mantra, apo afirmime të tjera, vetëm ose që i dëgjojmë, por ne ndjejmë çdo gjë që ne shprehim, çdo gjë që ne dëshirojmë, çdo gjë që ne vazhdojmë, ne ndjejmë që jemi në rrugë të drejtë. Dhe ne ndjejmë që ne na ndihmojnë për të vazhduar drejtimin e jetës, por e gjitha kjo vjen ku ne jemi të hapur, pra jemi ne të lirë të hapur, për atë që tregova që ju e ndjeni në brendësi që jeni ylli i qiellit, shërues shpirtëror, punëtor i dritës, apo dhe angjëlli i tokës. Pra ju e ndjeni dhe në këtë kohë, sigurisht që do ta mbyll videon, mos harroni që ne jemi në periudhën për të gjithë që koriku është me të vërtet muaji i një qetësie, ne shkojmë me pushime dhe Diana do të shkoj dhe një javë do të shkoj me pushime me familjen time në Shqipëri, sigurisht në liqen, sepse është liqeni më pëlqen, edhe deti është një mrekulli, çdo gjë është mrekulli, por është më tepër në lidhje me natyrën, sepse unë shërova në natyrë dhe natyra më tërheq shumë. Sigurisht dhe deti është një mrekulli, të puthi dielli, sepse deti përfaqëson atë që është gjithmonë deti është në perëndim dhe ju e dini këtë. Por gjithsesi është të kuptoni që mrekullia e jetës tonë është ku ne arrim të lidhemi me diellin, që është zemra jonë, të lidhemi me anën që është shpirti jonë, dhe të lidhemi jo vetëm me drejtimin e jetës, pra që edhe e dini që quhet drejtimi i jetës, ose ndryshe ashedanti, por mos harroni për një pjesë nga ju, me këto ju do të ngjiteni në dimensionin e 5, por ju do të, në qoftë se ju e ndjeni në zemrën tuaj të rrënjosur atë që të rreth për të krijuar një botë me të vërtetë për të jetuar me njëri tjetrin me vërtetësi, ashtu si ne jemi si qenie human në këtë jetë, ju edhe do të lidheni, ndryshe quhet dhe lidhja e zemrës, për te kurorës me dimensionet e tjera të larta, por për këtë jeni që të gjithë unik. Gjithsesi, në datë, unë do të bëj një video që vjen edhe për 4 energjit që mbajmë ne si qenie të larta, humane, që i shërbejmë plot fuqi synore, të kuptoni që janë 4 energjit, për këtë do të bëj një video tjetër, por tani unë do ta mbyll dhe javës që vjen sigurisht që do t'jap, sepse po vjen në datë 27, jo vetëm që ju në nyjen veriore, në ujor dhe nyja jugore në Luan, për të cilën tregon që të gjithë ju, për atë që ju jeni të fiksuar dhe dashuroni, pra është kjo, të krijosh miqësi. Pra këtë ndoshta është vetja juaj, ndoshta është personi, shoku juaj jetës në krah apo dikush tjetër, por që bëhet fjalë të krijojë miqësi dhe shenja e ujorit ka të bëjë me këtë që është për liri, barazi, vllazëri, për atë që jeta është e shkurtër dhe moto ai ti është jeto dhe të jetojmë. Pra sot dhe apasapi të vazhdojmë. Ashtu sikurse është dhe në 29 ëna e plot në ujor, dhe kjo është, unë do të bëj një video e të radhës se si ju të veproni me anën e plot në ujor, dhe më pas aty do të shpjegoj se çfarë do të bëj, për arsye sepse në 27 pikërisht kur është edhe futja e nyes ju veriore të anës në ujor, unë do të udhëtoj dhe do të takoj qiellin dhe nënën akoma dhe më afër. Do të përshëndetem me energjinë e pastër të fuqive jashtëtoksore, të ufove, duke fluturuar, sepse unë i shikoj këto anije të mrekullueshme, por tani akoma më shumë.
në këtë lidhje të mrekullueshme që ndjej në çdo qelistë të trupit tim, për të krijuar dhe për të vazhduar deri në frymën e fundit të jetës time, hap pas hapi, duke rritur dhe aftësitë e mia shpirtërore dhe me ndjeshmëri të lartë për atë që unë ndjej të bëj, do të vazhdoj për të krijuar një botë, një Zot, një shpëtim, një njerëzim. Ky është vizioni im largpamës dhe kjo me mendje të qartë dhe me shpirt në paqe, se e di që udhëhiqem nga më i larti drejt rrugës së madhështisë, dhe jo vetëm për vete, po për të gjithë planetin tonë dhe sidomos për fëmijët tanë dhe për nipër dhe mbesa, që me miliarda dhe miliarda pasardhës do të krijojnë bukurinë e jetës, edhe pse Diana një ditë do të lëshoj trupin fizik, por sa kohë që kam këtë energji, jeta vazhdon në përjetësi. Faleminderit, deri në video tjetër. Mirupafshim.